mund ta rregulloj, mund ta blej në thonjza këtë imazh, duke dhënë favore të tilla, të cilat mundet që të kënaqen një interes të momentit, qoftë edhe të vendeve partnere, të cilat vuajnë nga flukset migratore dhe kanë problem, por që gjithsesi nuk mund të shërbej pastrimit të imazhit të kryeministrit, kjo heqje e tij gjoja si globalist dhe gjoja si humanist, kur kujtojmë që humanizmin, nëse do ta kishte ky kryeministër, qoftë në dimensionin e tij njerëzor, qoftë në dimensionin e tij politik, do duhet ta kishte treguar së pari me qytetarët e vet, të cilët kanë bërë çështje mundur që nëpërmjet politikave, po thoshë që nëpërmjet politikave të tij ka bërë çështje mundur që të zboj rreth 1 milion shqiptar për gjatë 13 viteve të tij në drejtimin e vendit dhe nuk mundet që befas të shfaqet si humanist i madh në momentin që një konjunkturë politike e momentit kërkon që Shqipëria të bëhet ajo që ne kemi parathënë për fat keq, të jetë në një hambar pritjesh ose hambar qendrash pritjesh emigrantësh jashtëligjshëm. Por nëpërmjet të këtyre emigrantëve të cilët pritet të vinë, pasi kemi parë edhe për sa i përket kampit të Gjadrit, pavarësisht se pati shumë kundërshti, ai vijon, janë gjykatat italiane të cilat të bëjnë rikthimin sërish të emigrantëve në Itali. A mund të ketë rrezik për futjen e personave të rrezikshëm në Shqipëri më pas deportimin e tyre ose largimin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat janë rreziqet që i kanosen Shqipërisë nga ky ligj, nga ky vendim ilegal të Ramës? Atëre rreziqet janë të jashtëzakonshme, pasi nuk kemi, pavarësisht se kryeministri u betua dhe u stërbetua që marrëveshja me Italinë do të ishte e vetmja e cila do të lejonte që emigrantët vinin në Shqipëri, përsëri u zotua që në bashkëpunim me shtetin italian, masat e sigurisë do të ishin të tilla sa do të bënin të pamundur deportimin e emigrantëve të palishëm, do streheshin në mënyrë të përkohshme në Shqipëri, në jetën normale të komuniteteve në Shqipëri. Kjo fal një regjimi të ngjashëm me regjimin e burgut Guantanamos, i cili tashmë është edhe objekt i shqyrtimit në gjykatat ndërkombëtare për sa i përket trajtimit të këtyre emigrantëve në qendrat e Gjadrit dhe të cilat u ngritën në bashkëpunim me qeverinë italiane. Qendrat që do presupozohet të ngrihen janë të natyre krejt tjetër, pra janë në mes të komuniteteve, pra nuk janë ambiente të izoluara, janë ambiente të cilat përdoren, kanë një përdorim godinat në një pjesë të vendeve, kanë përdorime sportive, kanë përdorime shëndetësore e të tjera. Pra imagjinoni për shembull po them spitalin e Përmetit, ku gjysma e spitalit do të dedikohet qytetarëve të Përmetit dhe të zonave përreth në funksion spitali dhe gjysma tjetër do të jetë qendër pritje emigrantësh, pas një lloj mase sigurie, pas një lloj kapaciteti, nuk po them akomodimi, sepse ndoshta akomodimin edhe mund t'ua zgjidhin, por ruajtje dhe sigurie që emigrantët e jashtëligjshëm nuk do ta përdorin këto qendra strehimi si pikë tranziti e përkohshme pas për deportuar nëpërmjet Shqipërisë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, siç ka qenë qartësisht edhe synimi i tyre.